Shteti është si një trup i vetëm, dhe nëse një organ goditet nga ndonjë e keqe, i gjithë trupi vuan. Këtë ne mësojnë tragjeditë si kjo e Koçanit, që vërtetojnë se dhimbja nuk ka përkatësi etnike, as fetare e as politike, por dhem njëjtë për të gjithë. Andaj, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, këshilltar, përfaqësues institucionesh, qytetarë e nxënës të shkollave, u mblodhën në shesh për të vendosur lule në nderim të viktimave të tragjedisë në Koçan, por edhe për të bashkëndjerë me familjarët që humbën më të dashurit e tyre. Ja, sot gjendemi këtu në qendër të qytetit të Gostivarit, në një marsh ku thirra të gjithë qytetarët, këshilltarët komunal, të dërgojmë një mesazh dhe në të njëjtën kohë të solidarizohemi dhe të ngushëllojmë të gjithë familjet të cilat kishin viktima në këtë rast tragjik, por gjithashtu të dërgojmë edhe mesazhe për shërim sa më të shpejtë të gjithë të lënduarve nga ky rast tragjik. Urojmë dhe shpresojmë që të mblidhemi kështu në të ardhmen vetëm për gjëra dhe punë të mira, jo për rastet këtilla. Ndërkaq Maqedonia e Veriut ka nisur sot 7 ditët e zis të shpallura nga qeveria. Nëpër të gjitha institucionet e vendit flamujt janë në gjysmështisë. Ngjarje tragjike me 59 viktima ka reduktuar edhe zhvillimet dhe punën e institucioneve të vendit. Në koordinimin e sotëm të rregullt të kuvendit, një zëri u miratua konkluzionit që të anulohen aktivitetet parlamentare që janë planifikuar për këtë javë. Kuvendi do të mlidhet vetëm nëse ka nevojë për miratimin e akteve që lidhen me tragjedinë në Koçan.